Vërtet, 2v2 është edicioni më i ri, emisionin të Akustik Night, që realizohet çdo të hete nga ora 19:30 deri në orën 21. Ose ora 9. Po, ora mas darkë. Edhe si gjithmonë me Hysenin, edhe Halida një koment cili është më i zoti ja una ky për ka punë të shtëpisë kanë thosë. Ja, për ka punë të shtëpisë jep ja dorë. Për ka punë të shtëpisë. Jetë po. Okej, sot kanë derin e kam Halida Sulejmana këtu në studio, gjithashtu edhe Gëzimin për herë dy mirë se erdhe. Halida, faleminderit shumë që ke gjetë kohë dhe je pjesë e emisionit sot. Ftesën është kënaqësi të jam pjesë e juaj sot. Sam faleminderit që erdhe. Faleminderit që u vonova ja. S'ka lidhje. Problemi parkingut. Po. Halida sa i pa materialet që kishe performu live në për qoftë në për media tjera ose dikun tjera, kanë materiale shumë të mira. Shpesh herë do të thonë ka shumë artistë që sistemi ashtu që ndoshta na ikin, po është një numër i madh i artistëve që janë ka performuar në krahasim me vitet e kaluara, kështu që përgëzoj. Je një ndër ato që Gjezel vesh edhe po. Gjezel. Edhe shumë një stil shumë të mirë. Faleminderit shumë. Po, flasim pak për profesionin. Po. Je shkolluar për muzikë apo? Po, kam pedagogjinë e përgjithshme muzikore, edhe gradimin master, në po këtë drejtim të njëjtë. Zgjedhore kam pas të lëkëndimin që nga shkolla e mesme e muzikës. Kështu. Tash po punoj, jam simdhënëse muzikës. Po, desha të ndalëm atë kjo pjesë, do të thonë jem simdhënëse e ciklit tul. Fillore mesme ullët që është. Apo të ngojnë zonsa dhe jo? Po, mirë. Që më nga për to talente të reja, pa talente shumë apo jo? Unë punoj në fshatra Drenasit, ka talente, por nashta ju dhe shumë si në shkollat që janë ma në qytet. Për shkak se dhe numrin zonësave është më i madh. Po besoj që gjeografia ndoshta s'kish dash me lujt rol në Jo, po është fati. Po, patjetër. Kështu që kemi pasur që kanë dalë talenta prej shumë vendeve të Kosovës. Po, patjetër. Edhe ky vend është gjëna që s'ka pas hapësirë edhe më herët për shkak se Bunime është një vend ku ka shumë talenta dhe shumë njerëz, jo vetëm fushën e muzikës, po në gjitha fushën. Si individ jemi shumë të fortë, apo jo? Se Nesh nuk në grup diçka kemi problem si bëhemi dy veta macchiato, raketa. Se kemi bendi. Grup, se kemi bendi. Po flasim pak për performancën ndoshta për shihen tonë muzikore, cilat janë ato kohë që ti i performon më me qenë? Të drejtë nuk kam ndonjë zhanër saktum që më pëlqen edhe veç ta më fokusu. Unë këndoj edhe popullore. Madje më pëlqen goxha shumë. Edhe këto zhanret e tjera, varësisht nga kënga e kam, nëse më pëlqen një këngë, e mësoj e përcjelli vetën dhe gradualisht e postoj ose jo në TikTok. Për ndryshe vetëm heavy metal është muzikë që nuk e dëgjoj. Nuk e dëgjoj. Bën shurëm. Po ta shihet. Unë jetam dhe nxënësave, muzika është art i bukur se pëlqet nga gjithë, të paktën një zhanër dikush e pëlqen. Po tjetër, okej, unë kisha dashtë me një performancë faktikisht, që ti mbajnë dëgjuesit të shohin ata dëgjojnë se me këngë kemi të bëjmë sot. Gjatë provave keni perfekt. Po, një jazz festival, kështu i mirë. Kështu që dhe Gëzimin e kemi në top form sot. Po, me majiz bukur, pa shaja, jete. Me një thonje për gjezin, tha, qka është gjezi? Qa është gjezi, tha, se di njeri as mol as dur. Shajnë të bon. Pa tjetër, Halida, po të lu, me një kohë, më ndaj këthemi. Në rregull, faleminderit. When marimba rhythm starts to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you've got that
magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violence long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violence long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Sway me smooth, sway me now. Faleminderit, është gjuna me përfunduar emisionin me pak kohë. Po, çuna bile një 6 ose 7, 9. A di qysh, a bëjmë sa ditë i ka muj, jo, sa të Faleminderit shumë, një performansë të paktën po shihet tonë, do të thonë ke e mrekullueshme. Diskutojmë me edhe si vlerësimet profesorë, se nuk kemi akademi të krijuar. Keni heavy metal i mirë, ha. Dhe faleminderit shumë që ke gjetë kohën e po thonë që je pjesë e emisionit, do faleminderit për këtë performansë. Pra faleminderit juve për ftesën, është kënaqësi. Përshëndesim shumë Melodia Pjeksin, Peperifikun edhe Friksin që na bëjnë të mundur realizimin e këtij emisioni, na mbështetin. Njami. E ke po gjatë në vi, është në formë është, po të në kohën dhe shlyp me ondër, se i qash punet. E kuptoj, edhe në qashtu e, Po ma din hallin e nice. Kështu, nëse i shojnë Halida shumë, që nga doken tonë që s'fajnë shumë, do me thonë janë shumë ekonomik, apo jo? Edhe kjo edhe. S'me me full për ju, ju se për vete ha. Pas në punë me 3. Na hajmë shumë, po dhe hajmë shumë. Po, qaj është? Na imi benzinca, 2.5. 2.5. Bukur. Okej, ke bu ndoj kohën këtu onën, ose ke provu si di shka në gjashmë? Jo, akoma jo në fakt. E marrë ma shumë mas punës, angazhime, trajnime, gjëra që na përkojnë mësim dhënjes, akoma nuk kam marrë hap që me nxirë dhe një këngë time. Ke mendu ndoja, do të thonë po një këngë ose me marrë pjesë me nëjë festival ose shka në gjashmë? Kam provu me shkrujt një këngë, po të qysh. E kam lënë, s'ka qënë momentit, është momenti. Okej, për momentin që ke provu për me shkru atë këngë, i ke qash sa ke shku, e ke prezentu dikon apo jo? Jo, askund. Jo, nuk po thënë media, po thënë të në kolegë, muziciantë, ose të shka familjarë. Jo. Sa po din marë? Se di, po jem dështë shumë autokritike. Okej. Edhe... A ka dikush familje që të përkra? Po e gjithë familja. Okej. Vetëm unë jam muzikë, në familjen time, vetëm unë kam shku muzikë. Asur tjetër, motrën e madhe kam inxhinierë. Pse po pret me bo kong? Po, si ka ardhë momenti? Hajde pash. Zakonisht njerëzit që mirë me muzikë thonë që kemi trashëgim, kemi diçka prej familjes. Okej, nuk e ki asë një muzician, po a do thotë që dikush familje që pak ka, ti të paktën e din që ka vesh, ose që din me performu. Tjetër, kam kushërit e babi që merrem me muzikë popullore, po du të tamam me studiu, jam vetëm unë që kam studiu. Po, nëse kishe po një kohë, çfarë zhanri kishe dashur? Nëse kisha bërë çfarë? Një këngë. Çfarë zhanri kishe mendu? Heavy metal. Që të shkon më. Heavy metal. Pse ju? Edhe bash është përdorimi i diafragmës, qysh me këndu sa i zëri nuk del nga fyti, se shkatruan telat e zonit, po mendoj, ja? Ja, pi barkut. Çaja. Kjo është kanë demanton. Ndoshta më kishin ndihmu me majt në një kurs për heavy metal. Po më thënë. I kisha mbyll vesh dhe kisha ushtru. Duke ta niva mirë, që në fillim tha vetëm zhanri i muzikës që s'm pëlqen. Po i vështaj i kisha mbyll vesh dhe kisha klu. Po kisha ushtru domethënë. Okej. Nëse bënë pak hajgllë. Po patjetër. Për zhandrit unë sa mujta me ndëgju, ma shumë ka jazz, blues, çatu i pari je, nuk e di. Çato këngë që më pëlqejnë, çato i baj, përndryshe nuk është që thash që i lana është edhe komerciale këndojnë shpi për qef. Pa i postaj ajo është tjetër. Okej.
Ndërkohë që në përmbrojmje je aktivizuar apo jo? Jo, akoma jo. Jo. Kam marrë. Akoma jo. Keq. Okej. Duhet me pas një përcjellës, shkë pak po Ka plot. unë akoma s'kam rënë. Okay. Ndërkohë që unë po besoj që është ndoshta edhe mos po them përmbrojmje, po është ndoshta gjëna për mos më shfrytzu talentin, për mos më shfrytzu kërcos, po thonë talent se tash gjej profesion. Se gjej edhe akademinë e tyre, kështu që në momentin që i ki të gjitha parametrat për me qenë suksesshëm, pse jo. Momenti. Shkon mirë. Tekstet vet i bën. Ke provuar me shkruaj? Po, kam provuar me shkruaj. Po bën demo? Edhe vin melodike. Është shumë interesant se kur filloj me shkruaj diçka dhe bëj melodi, më duket që po ngjason me diçka. Okej. Edhe s'po di apo ka mundësi me të dhirë diçka që nuk ngjason. Se po ndikohesh. Po. Dëgjon vazhdimisht edhe ndikohesh, se s'po kam dëshime që në ndikuar. Okej. Për atë e kam lënë si... Okej, ku inspirohesh ti kur të shkruan ose kur menon një vi melodike? Qa t'inspiron për me ndëgju muzikë ose me... Me dëgju muzikë, kush është inspirimi jot në muzikë? Unë prej shkollës fillore, unë gjitha lëndët i kam mësu. Me kimi, me fizik. Kimin jo që e di, po du të me kam mësu në atë periudhë. Po, kimia është në dorë, fizika në mojë. Du të them gjitha lëndët i kam pas pesa. Por që muzika është ajo që më ka flet mas shumë ti. Edhe ki pas tresh. Jo. Ke qenë në shkollë të mesme të muzikës? Po, në shkollë të mesme. Jo, në fillore nuk kam pas mundësi qasje. Ndërkohë që ke zgjedhur domethënë drejtimin pedagogjik, ke provuar ose refundim apo jo? Po, kam provu, po e kam pas si zgjedhore. Si zgjedhore, non stop ka qenë si zgjedhore solo këndimi. Ndërkohë që këto aktivitetet që i ki me fëmijë, po marrë parasysh, domethënë se sa, po një aktivitetet tjera shtesë, domethënë orë shtesë ku ku fëmija provojnë vetën para publiku, para prindërve ose diçka. Ne tash e kemi një ditë shkollës dhe me nxënë se çdo pauzën time, kur ata janë të lirë, pas mësimit, domethënë sakrifikohen në farforme, edhe nxënësi që rrim ushtrojmë, jemi duke përgatitur valle, këngë. Sa shëndetësime punoj ata. Patjetër që është kënaqësi, shumë kënaqësi. Punoj edhe në shkollën e muzikës Do Art. Është hap në shkollën e muzikës në Drenas, për gjithë ata që nuk e dinë. Do Art. Edhe jap lëndën e këndimit. Edhe është mundësi shumë e mirë me u taku me talente të reja, me mendësi të ndryshme, me u përshtat, me punu. Ka shumë fëmijë të interesuar që dojnë të muzikën ose shërbim? Ka. Po flas të kjo pjesa mandena të kjo pjesa e këndimit. Por shkak se e dim që shkollë fillore ndoshta është silon të obligative. Kryesisht më shumë janë këndim edhe në piano. Këto instrumentet e tjera akoma, sa ti bën ndoshta edhe një reklam pak më e mirë. Po. Por e di që jeni aktiv atje, kemi pas edhe profesorin Hajzeri apo Hajzerin prej Gjoshi. Okej. Po, nëse s'ka bëjë domethënë. Po, kolegi. Po, kolegi. Edhe ai ka treguar që ka aktivitete me fëmijë dhe kështu që edhe me ato kemi bisedu. Na kur kemi pas punë, pse jo në muzikë, po me pjesë tjera, domethënë në media me fëmijë, unë di që është një kënaqësi veçantë në momentin kur punon me ta, si janë të padjallëzuar dhe të thjesht mundesh me nxjerr më të mirën prej tyre kësi. Pajton me jo. Po kena pak të gëzimit, se ku bëj intervistë më herët me gëzimin, po me gjithat tash të reja, vitin 2025. Po, çka ka bëu gëzim so ja aktiv tash. Gëzimi është aktiv me muzikë, film dhe teatri. Po, si herën e kaluar, po. Ka projekte. Ky vit ja ka nis mirë, edhe me prej punën. Po, mashallah. Kohë mirë, njëna prej shfaqjeve që është ke ma e suksesshme ke Mates e Agnes Nokshicit, një shfaqje që më ka dhënë hapësinë me kompozu në stile që si kom kompozu më herët, sidomos kur vjen puna te transi, që me lujt. A e po atë të vështira jo, domethënë ke komponimi para apo në këtë zhanër? Fakira po në këtë zhanër, po nuk e. Po që jo, nuk është e vështirë mo, deri në momentin se gjonë se çka po dën regjisori, se në këtë rast regjisoria. Mandej pjesa tjetër është teknike, domethënë hyn ngon, e kupton stilin, e kupton formën edhe vazhdon. Ne kanë
Ka pas edhe projekte tjera, kam pas edhe shfaqje ma klasike, ku është dasht me kompozu ma shamunjana për tyne ka qenë Kontesh Arduini, një shfaqje një komedi italiane që është dasht gjithçka me shku në atë stilin e muzikës italiane. Si që Për momentin jam në një projekt kogje të rëndësishëm si asistent regjisor, pasi që unë kam edhe regjinë e përfundume. Një projekt për arkitektin Recep Luci, një shfaqje tashu shfaqje dokumentare qendrës multimedia, ku regjisore është Blerta Neziraj, ndërsa është shkruar për jetën e Nezirajt. Një shfaqje shumë e rëndësishme, po besoj për Prishtinën, pasi që japet komplet historia e arkitektit. Deri tash ka pas edhe projekte ma të vogla, filma, në fakt jam do punu me disa filma në Brno të Çekis, janë filma të shkurt, kryesisht puna po ecë. Që kemi një djarë plot sukses, do të thonë vitin 2025 me kam të mbarë. Po, për mashallah. Vazhdo kështu. Besoj, jo, na përshpresojmë që sa herë që të kemi, do të thonë, se tash mas i erdhe herën e dytë, tretën gjashysh, kemi thonë, se dikush ka me ta gjetë herën. Po shpresojmë që sa herë të kemi, do të thonë, kemi na njoftu për projekte shumë të mëdha, se cilën herë ka i rrit performanca, ashtu që. Mirë është të shku. Këtë herë Halida më thire si kështu pa pritë edhe fakt, me Halidin kemi qenë. Ka buçi ka ardhur me Halidin. Jo. Ne menizojmë rregullueshëm një interpretim fenomenal. Kështu që s'u më kjo ka profesion, po megjithatë prej asaj që e dëgjojmë këtu radio është kështu që s'ke gabuar. Jo e di absolutisht. Kështu që po shpresoj që ky është kompozitor, do të më qytet që është mjaft i tryt me ta bëra kohës, nëse. Po, kish bë mirë valla. Çfarë ide? Ni sound effect. Me Halidin ish problem se hera parë që po punojmë. Okej. Po, pas ma gabo akordi. Unë nuk shquhna si për cjallë shumë i mirë, për shkak se komplet me shujt karriera e me muzikës ka kalu në studio, tu shkruj, tu punu për vetën edhe ai studio të bon demel. Sidomos për sjellje të bon demel shumë unë menoj. Për sjellje po. Te pjesa e përcjelljes kuptohet edhe tek kur më shtrujti Halida, na njimi për shkollës mesme, kemi qenë shkollë mesme bashkë. Edhe thash, okej, tajtë një milirë edhe më konë edhe një atje, kështu shumë. Kështu se ka. Po, dhe besoj që ka kalu mirë në herën e parë. Ka kalu mirë i mirë. Edhe mandej ke që ajo puna e një ditë fakt na majtën prova për punë kohës fakt problem. Edhe ke pak kogje kështu se e kuptova kur tha, e kuptova që jam shumë autokritike. Për shkak se një meq ashtu ish. E po s'flas kotën. Po. E po s'flas kotën më. Kemi folur edhe herave tjera se edhe kur kanto i ka vjen të vogël është lezetshme. Po, është live. Po, aty kuptohet që jemi live. Ai polemik tek se tash kur të ndaj. Kur fa probleme nuk është. Okej. Kemi reklama edhe pak. Po pritoj në ndërkohë mos shoh reklama. Po e lëshoj Halidin. Okej, cila është kënga tjetër? Këngën e Armend Recep Akliçit. Ja, nisim me këngën. Okej, është një këngë super këngë. Krejtë e njohim atë këngë, krejtë e kemi dëgjuar. Jo, e dëgjojmë edhe një herë me një version tjetër, do të thonë prej Halidës, bashkëpunim me Gzimin. Vjen një ditë do të kthehem, rrugës ime do të kaloj. Dritare shtëpisate, sytë huaj do të më shikon, do më shtrëngon diçka në zemër, e s'dom lera s'prim të marr, dashuria ime. Njerëzit shkojnë e njerëzit kthehen, kujt i kthehem Safir si paftuar, zemër të secilit jam. Fryn veri u fryn rreth meje, në mëshirë të fatit jam. Dashurin o ku
Freska tua. Po shpresoj që të ka dëgjuar një herë me knu. Shtu zgabova. Jo. A ke rregull? E mos bicikleta. Me refren, me krejt. Krejt, po. Me ur, me bridge, me këtë. Është një ndër këngëtarët më të mirë që kemi pas edhe kompozitor më të mirë që ka këngë shumë të mira që kanë shumë si është Armen Rexhavagiçi, kështu që interpretimi i vet edhe kënga e mrekullueshme, kështu që po shpresoj që Armendin e kemi këtu ashtu si tregull në gjendje si dëgjues, po shpresoj që të ka dëgjues, mund të nuk e di. Ajo rënd qeth, le dhe më me gjithë dëgjua. Është shumë vështirë me rënd qeth ato, po. Megjithatë. Po shbre. Dhe para me no. Alida ishte kënaqësi, ne po shkojmë një pauzë shkurt. Do të thonë bëjmë një pauzë shkurt dhe rikthehemi prapë në edicionin më të ri të emisionit Akustik Night që mundsohet nga Melodia PX, Peperific dhe Frix. Skoj e gati. Gjithmonë. Rikthehemi prapë në edicionin më të ri të emisionit Akustik Night që mundsohet nga Melodia PX, Peperifiku dhe Frixi. Njami. Ku sot kemi mysafire Alide sonte. U bë akşam. Sonte. Zakonisht tash është zgjatë dita, Alida, dhe në momentin kur po fillojmë emisionin, po është dritë, kështu që po mirë me sot. S'kam çfarë bëj. Zima është një farë gabimi kështu, se që një 3 herë është kama të rek vrejtje sot. Është nesër. Nesër. Kusht nal. Po. Vazhdoni të jeni nesër në edicionin më të ri të emisionit. Çfarë ka lidhje? Gjithçka. Shihemi javën e kaluar. Po shihemi. Një blooper që u e ka bërë dikush në televizion. Ka ndërë shikues të nderuar, shihemi javën e kaluar. Wow. Ditën e mirë mas një muaji. Nuk është ne farë problemi. Përveç që kënon Alida, instrumentiste? Luajm piano, me përcjell veten, jo në fakt. Po ma herët the që peki shumë vështirë për me gjedi këmë me të përcjell, kështu që po më shëve vetë. Ti vetë ko keni me se me dhënë pare pa lidhje? Po, ma prapë se prapë. Dërsa që jap ma shumë rëndësi këndimet, e pastaj du mi dhënë rëndësi edhe përcjelljes, e kur pun t'u jap bashkë, s'du me që ne të koncentrume në ashta shumë. Për me majtë neja kam fjallën, se për me përcjell veten 1-2 këngë. Po atje, në tërgo që në shpe e praktikon shpesh? Po. Po në shtrim e regullisht? Po. Shpe e ndonë trunin për gjys. Edhe po mos desha në po ushtrime, jo po jam në shkollë, po do të mjë të regu që shme këndu, pasaj edhe në shkollë të muzikës, e shfrytëzoj atë kohën e pauzave në mes në zënësave këndoj për vete. Po, ndërko që pjesa tjetër e shtëpis, për krajnë edhe nuk ju pengon do në momente ku ti. Kur kam qënë në shkollë të mesme, babi e ndalë të televizorin, që unë me ushtru sama. Ma di maja dhe mini koncerte, hajte të gjoni njerës si po lujse. Sa vjen. Kër isha pjesë në piano, para provimeve. Andoj shpesh që babi ose dikush i familjes për me thonë hajde sonte po doj me dëgju muzikë prej teje ose pegojmë një nej shtu. Qam kujtove, këto neja ti kemi pas ne, kur kam qenë e vogël, që ndali drita, ka qenë zakoni që ndali dritat, dalë nga ora 6 deri në 8, ne kemi pas koncert. Edhe unë zakonisht shkoja në Tiranë, se ata që gjas me ishin më të mirë, nga 3 motrat, shkonin në Tiranë dhe mu më qonin. Motrën e vogël nga njëherë, juria mamit dhe papit. Sa mirë. E kemi majt, po jo ma. Po mirë, kur nalë ke dritat, me qka i kira pianos? Po atëre s'kam me dur apo me agregat? Po flas për shkollën fillore. Aty tavolinës. Kemi bërë që po i bim pianos edhe jemi në rregull. I ka vizatu. Jo, hecë ka vizatu. E kom imagjinu. A ki problem, do të thonë në momentet saktume për me këtu var kapella, jo? Jo, problem se ka. Cila është konga që performon mas shpesh nga kapella? Se di, s'ti qa me ta. Nuk është nëj kongë, do më thonë, ose i ki kongë me sezona. Unë zakonisht mu më pëlqen zim një kongë dhe një javë, 2 javë ditë më jetë të më kry qajo dhe gjatë gjithë kohës. Më në përme autobus këto? Po. Këse si vandami. Ngon edhe mo. Ose në fund korrikut na e kënojmë zakonisht këtë kongë Jingle Bell, Jingle Bell. Mo veç qash.
Në fund korrikut, fillim gushti që aty pari kemi. Fillon, a? Për vit të ri e kemi pranvera filloj me do. Kur janë nisë me ro borë, kërë ka qështo. Po mirë se jetë motivetës. Ja, motivetës. Ish, a i ngrati unë. Shumica e këngëtarëve që i kemi njoftë më shumë, e kemi pas një kohë në 70% më shumë, ka qenë koha e pandemisë. Nuk po duhet më kthye dhe më kujtuar kohë. U sa e mirë konë. Atë kohë, po, ke qenë aktive gjatë asaj periudha? Atëherë fare. Jo, shumica gëzim, jo konë shumë aktive. Atëherë Ore TikTok-un tash bërë kam qelë, që kam fillu me postu këngë, gjatë pandemisë kam qenë, o. Pa tjetë. Pa mo ka pas rrymë atëherë. Po ka pas rrymë. Në afta u konë lirë, pse mos me bu këngë? E pra. Wow. Okej, po të gjojmë një këngë tjetër. Cila është kënga tjetër që do me përformuar? Është nga Matt Mason, për Iran mi quhet. Hajde, okej, perfekt. Të shta se keni dëgju, po? Jo, tash e dëgjoj. Nëse nuk e kemi dëgjuar. Se kena ndëgju. Hung high and dry when no one can see. If there's no one to blame, blame it on me. Storm in the sky and fire in the streets. If there's nothing but pain, put it on me. You are the cold, inescapable proof. You're the evil, the way and the light and the truth. You're the revival beginning in your genocide, and I watch in wonder, hung high and dry when no one can see. If there's no one to blame, blame it on me. Storm in the sky and fire in the streets. If there's nothing but pain, put it on me. I know that you'll never feel like I do, and I'll break into pieces right in front of you, and I burn down the city and string up the news, and you watch and wonder, hung high and dry when no one can see. If there's no one to blame, blame it on me. Storm in the sky and fire in the streets. If there's nothing but pain, put it on me. Hung high and dry, hung high and hung high and hung high and dry, hung high and dry. Put it on me. Hung high and dry when no one can see. If there's no one to blame, blame it on me. And storm in the sky and fire in the streets. If there's nothing but pain, put it on me. Put it on me. Please. Gëzim të lushin gishtat, ndërkohë që për hitës për flasim ish. Një të interpretim. Si kompozitor, prej notës, ne deri në 10, nëse 10 që tash se... 11. Rregull, ja. E fanteshëm. Bravo. Alida ka një diapazon të për Pa që të një stil, Po. më dohet pak ma unik.
Dash poshtë, dash lart. Po bre, ato notat poshta shumë bukura. Në fakt e kjo kënga sikur se dëgjova mirë vetën e se dia I kam kap bash mirë. Unë dëgjoj. Apo, okay. Trishe. Shumë e mirë. Shumë e mirë. Kërkohë Halida përveç kongës, përveç muzikës, ke ndonjë aktivitet tjetër? Po më pëlqen me vizatu. Po sa mirë. Ke bën ndonjë pikturë? Babi më ka vizatu. Madje kemi disa piktura të babit, po tashmë e ka lënë. Babi është me profesion piktor apo? Jo, babi ka qenë nguzhënjer, tashmë është në pension. Përmenda se Njami. Po, jami. Gatuan shumë mirë. Kur e ka babi radhën me gatu, gatu shpesh po. Është shumë mirë me pas një e kemi kështu për kajmak. Po. Kur dëm diçka speciale ço babi se. Na zakonisht jemi mësu prej nonave. Po, ushqimin, kështu që në momentin kur e kemi edhe një prind babin ose pikon tjetër, do të thonë, se zakonisht thonë më të mirë në ushqimin e meshkujt, po se di pse. Si kuzhiniera thonë janë më suksesshëm se sa femrat. Babi nuk I ka për shembull me masa. Po. Me ka me masa, do të pak me shku me. Patjetër. Apo vesh çështo edhe marrohet Rregull. Sa mirë, interesant është. Janë kulturë, pëlqen me vizatu. Ke bo ndoj pikturë diçka ose? Jo, kështu të mëdhaja diçka, po që marr lapsin edhe filloj vizatoj diçka. Është shumë e mirë mandera. E mbran sy edhe pikturat e tuaja shumë të Lutmijat që janë këtu prej më në tuaj. Zakonisht na ka akuzuar shumë për që s'jem ka I bujmë reklam, s'ja përmenim piktura, se I kemi gratis. Kështu që nëse na bën audiatri ja nisim me përmendim. Je përmendja emrin dhe Kështu që çdo është mund shumë të bukur, edhe po përshtatet, shumë bukur. Faleminderit shumë. Disko ke ndonjë SMS ose diçka? Po, la sa dush unë me nxjerr po pres ju me ta qindër. Monal se jeni tonal, jeni të fol shumë, Alid pa ma pak fol ma shumë këna po thojnë. Okej, nego. Sara pi thot Alidës, Alid shumë bukur po kënon, po edhe fol pak ma shumë. Tragoje vetën dhe me kënat... Okej, tjetër. Që ke bo gjatë karierës tënde në për koncerte, në për... Unë po besoj që vetë Alida me zonën me Sara pas ka shpik që me këto interpretimet që I tha Sara, kështu që s'ka nevojë edhe për me fol shumë, për me fol jemi në atje. Qyre, Sara mirje që t'jen Zvicër, trus ndëgjona edhe Knaçu, e Ben Apolloni po ju përshëndet shumë. Faleminderit, përshëndes don shumë. Patjetër, bashkim Gagica. Bashkimin e përshëndesim. Një kise ka vëtë. Bërgëzi. 2. Stereo, dhe më thonë left, right? Left, right. Okej. Good. Edhe Gramosi nga Italia. Shumë faleminderit. Shpresojmë gjithë ata që kanë shkruar. Tashme për shkak se teknologjia na ka bën të pundur me na dëgjuar edhe në përvende të tjera përveç këtyre kufeve ose radiove se ku transmeton Radio Plusi. Okej, radio e dëgjon shpesh apo jo? Po. Kur jam në makinë që shkoj për punë, gjithmonë në radio. Po me kërë? Shumë mirë, është një medium do të thonë që... Po me kërë. është një medium që zakonisht të përcjell edhe gjatë rrugës, kështu që ka qenë një periudhë kohore ku më shumë kanë qenë trend televizionet, por tash është e çuditshme pak to radiot kanë ecë. Ndoshta edhe për shkak të komunikacionit. Po, shoh edhe shumë pyetje, bëjnë lojrat ndryshme. Po, patjetër. Biles ka qenë një, po nuk e di te cila ka qenë një, për çka është xhepi xhinseve, është një xhep I vogël xhinse, edhe kam dal makinën, kam prit kur ta thot përgjigje se isha për të shkuar në shkollë. Edhe prit për thotë pashë po vonoa shavesh kur tha, a di çka s'pe tregojmë se kërkuj si intereson. Edhe I mora xhona dola nga makina. Pas kanë arrit për me të bëhen nervoz, thonë. Po. Në atë kohë. Gëzim makina I plan. Me bona I filma jo? Jo, diçka naj plan, do të thonë, unë kur po thonë të plani, është diçka krete jotja, do të thonë, jo, naj bashkëpunim, po diçka, e kemi cekë edhe herën e kaluar, do të thonë që kemi thonë, a e ki plan tanën për me komponu naj kogës, diçka, thjesht për artista. Pak, plani është që po besoj këtë vetë me marrë pjesë në festival të kongës prap. Po, sa mirë. Nuk e kam vendos halja me cilin këngëtar, se kongën e kemi, po është për meshkuj. A, për meshkuj? Ali, thash e nxera, po... E pra, momenti. Edhe fash. është një kongë që e kam kompozuar që është kogja interesant për shkak se I përfshin
disa zhanre, edhe kam punu në shta që një 6 muj në orkestrim të saksofonit. Tekstin e ke bo? Komplet e kam bo vet. Po, me edhe tekstin? Me tekst, me kompozim, me krejt. Që kërë njani prej projekteve, a kjom të prit edhe të mendu për një shfaqje, një loj mini musical vesh me 2 aktor, një aktor po gjithërisht se dini, do të thonë Zimi është regjisor në profesion. Edhe po pretendoj fakti kam një ide që mos të bëj të madhe tash, po 2 aktor që din me knu, që i kam mendu, pas aty në spja për mene amin se halua. Kjo diçka kam e qenë. Asa ta se din vet, a din? Po, shfaqja me ndonë me qenë musical diçka. Të quj një mini musical për shkak se s'ka me pas band, s'ka me pas orkestër. Në qimë diçka mes një orkestrimeve që i punoj unë, kompozimet fillimisht që i kam ba për shkak se kompozimet kam përfundu, veç kanë met aje forma drama me përfunduar, pëse si sinopsis ka përfundu që një vjet, po hajtë sot, hajtë nesër. Zakonisht këto projekte që shkojnë që marrin një kohë pak më gjatë, në fundit dalin më serioze. Mendon atë që ashtu Alida se është përkushtimi, mandena e jep edhe vetes hapësirë për me bë përmirësime në momentin kur ti shpesh herë unë e kom pa, do të thonë gjatë punës, qoftë edhe në media, qoftë edhe të puna e teatrit, ose skenuar, ose shpesh herë ai versioni i parë thua shumë i mirë, po në momentin kur e rilexon 2-3 herë është vazhdimisht ka punë edhe dalin është sikur ato kompozimet në 2 natës. Po, patjetër. Thu që e kalla, e din edhe ja bën se plan, shkon studiet në Istrit. A di kërka hiç? Si najsora, di. Jeti sa me droftin e parë. Ja, s'ma merr mene. Ja, çora. Kur shohësh në Istrit janë marrë pi vetës tua djajën po vetë ajo, edhe çka kom po. Tu fjalos me veten, kush ma dhezi kompjuterin? Para me. Tu po nervoz me veten. Çaj është një shfaqje që vakt flet për çet realitetin e hidhur të botës në përgjithësi, çto luftëra, çto kreçajnë të ndodhë që mos si ma thënë, po që më ka metë, ko gjë, do me dalë GTA 6 para se me bane. Me që ta do për shpresojmë që ti kemi realizu shumë shpejt, edhe pse nuk po presim që bota më regullu shpejt, se jemi ka shonë që është nështë një farë loj kaosi, një farë loj çmendurie në çdo cep të botës, megjithatë është mirë se si ti nësë më pojnë marrëveshje dhe mandena ma veç do shpejt ta skenar me prit një krizë tjetër. Është e vështirë më marrë me sound effect? Me kriju? Me kriju? Po. Që kur gjëso e letë. Po... Jo, nëse menojmë me kriju një sound effect prej fillimit, po, për një shfaqje, për një film, për një shfaqje ose në fakt për filma e kemi ma lehtë se nëse du me pas një një diçka veç e inqizoj mikrofonat i kam, është okej, po nëse flasim për sound effekte ose syntha të ri ose instrumente të reja, atëra ajo lyp kohë. Ajo lyp kohë edhe të lyp nështë ajo. Ka njerë ka ndodhë që kam kriju një synth, një arpeggio të synthit ose çka do qoftë për një shfaqje, pa u lodh hiç. Më thonë, nështë ta me, një delay, një diçka edhe është kriju. Po. Edhe i ka nejtë që asoj shfaqje. Po ka ndodhë për një shfaqje ose një film komet 2-3 javë me një vesh me kriju, si sa jo me punu me to, vesh me kriju. Kështu që është në varet komplet. Po, cila është ma e letë për ty, me bo një sound effect për një film horror, apo për filmat e animur? Këtu nuk hinë punë sound effecti, këtu hinë kompozimi menoj. Në shprehje. Horrori kërkon ma shumë sound effecte, kërkon ma shumë merë një piano, në gjizone dhe që asoj piano mund është me shti filtera, efekte që këtë dush, që me mujt me kriju qatë crescendon ose me mri deri të qajo kuti po dën me u friksu ose qka do. Vim të puna e filmave të animum, e që në fakt më ka ro me animu disa pralla shqip, me animu më falni, me kompozu disa pralla shqip për afërsisht një 6.
ku ato kanë qenë me animacion apo? Me animacion, po kanë qenë një projekt që për momentin s'më kujtohet emri, një organizate dhe një kompanie që krijon animacion e kanë bërë prolla shqip me divin ka pas plot histori të ndryshme. Problemi me këto shembull është majtja e ritmit. Patjetër. Për shkak se tempo ndryshon çdo 4-5 sekonda. Edhe tash ti me kompozu çdo 5 sekonda do të ndrru tempo, është kohë e vështirë. Kështu që po besoj që animimi kanë filmat e animumit janë më kupton varet se çka kanë punuar dhe me ato. Alida unë fal po edhe një pyetje do të apo më tek kthej. Pastaj ne kthehemi me pyetje. Jo, për shkak se është një profesion mjaft interesant që gëzimi e bën, po ndërkohë që tash edhe teknologjia ka ecë shumë shpejt. Dhe po shohim që është edhe kjo inteligjenca artificiale ku njerëzit kanë filluar me përdor. Megjithatë, unë jam i thori, sidomos te muzika, sidomos te pjesa e teksteve, këto një farforme kanë filluar edhe më vrejt momentin kur përdoret inteligjenca artificiale. Megjithatë, cili është mendimi yt, është ka më intereson për shkak se ka prish punën të një pjesë njerëzve që kanë thjesht do të thonë kanë harxhu shumë kohë për me bëni komponim. Unë besoj që prapë ato komponimet që bëhen për njerëzve që kanë profesion janë më bio. Nuk janë do të thonë se tash për hir të vërtetës e kemi pasur që ka shumë këngë që ndoshta edhe gjenerohen përmes inteligjencës artificiale, dhe kështu që ndoshta edhe i humb vleras. Po flas për më herët kam qenë shumë aktiv në këto webfaqet që shesin pjesë të shkurta të muzikës, e kam përdorur si lloj forme për të ardhurën, do të thonë ka qenë një site job, po që kom qenë kohë mirë me to si në Storyblocks e janë dhe faqe që kompanit ndryshme që kanë kriju content i kanë ble aty edhe i kanë përdor për video të tyne. Në çdo ditë kam kompozu diçka, një mood, një çka do qoftë, një sad, një happy, një relax, një çka do qoftë. Tash është ndryshe, tash mos ka punat. Për shkak se secila kompani po e pagun 15 euro ose 20 euro një AI, edhe ja jap të dhonat se çfarë muzike po i vyn për çat videon e shkurt ose çat kontentin që e ka, për shembull çka po di për një lajm që ka ardhur, se çka do qoftë, edhe ajo ja krijon muzikën. Kuptohet tash unë kur i ni ato ti e vren që është një kitare, domethënë e keqe, e çakordume. Yes. Fakt, edhe pse është janë të orë të akordimi, po miksi së kërka. Po prap aty një për ju kryen punë. Po edhe nëse miksi, edhe nëse perfeksionohet, po flasë kjo, po falë për atonën teknike. Falë që ula. Një gitare që akordume ose diçka. Prapë se prapë do të thonë, unë nuk besoj shumë që mundet me konë shumë ju përshtu, apo se thjesht mi fletë. Inteligjenca artificiale e merr ato që ku bëhune edhe transformon me ato që ka bëhu Hyseni. Po. Edhe e bën një mix të tyne, se s'mundet me kriju veta, do të me marr source diku. Këtu është problemi. Po unë them gjithë që artin leja njerëzve inteligjenca artificiale e të merret me ma bojt sintin dhe në shkallë dhe poshtë se 4-4. Inshallah të helshkysen. Po kupton? Po i mirë. Dhe thonë, me t'i pru birrat e shtëpia, me çka po di, me harshin, diçka të tillë. Artin vizatojmë, Alida vizaton edhe kënon, po luajmë piano. Normal, është interesant se tash edhe kur i përdorin informacionet prej inteligjencës artificiale, shpesh edhe ja huqin. Për shkak se ka edhe informacione që nuk janë sakta. Po në momentin kur ka ndodhur të thonë që i marrin edhe njerëzit flasin me aq bindje për një historik të caktuar, mos e për diçka që thjesht ato dona nuk janë prej burimeve të sakta të marrë. Kështu që njerë për njerë është një farë lloj katrahure ku nuk e di mas vetë se çka muj me thonë te AI, për shkak se merrna edhe me këtë pjesën e dizajnit, të paktën të videos. Muj me thonë që kur vjen puna tek fotografit, të gjenerimi fotografive dhe i videove, është
do me thonë është të shku si cilin herë edhe ma mirë. Po besoj që dizajnerat edhe pak vjet i kanë ymër. Po thua? Vallaj. Çka po di me bo vesh chat GPT-ja që është free. Lemo këtu që i pagun Runaway ose kemi nisë për me marrë punëtore dhe prej vendeve tjera, kështu që nëse jo dizajner bile diçka tjetër. Po. Ja be, a di çka kisha pas shef me kriju, për shkakun mi thon kerë tonë shko me magrum në opshinat bëjmë atë shtëpia, pa dalur në hiç. Jo, ajo është veç këtu te nasës, ajo. A kjo ekziston? Kjo ekziston, po. Po të përshëndet Donjeta, përgjithësisht me ty ka punu në të shtonë. Donjeta Vashi. Donjeta, po. Kështu që kemi kolege shumë të radios, dhe përshëndet magazimin se ka punu magazimin më herët. Se ta uli rrogën. Alida na fal se U knaqa duke edhe që. Na fal, Para dikun 5 viteve kena punu kështu diçka. e 6 muaj. edhe Sokon kena. Edhe një. Edhe një? Çu. Reklam. Reklama. Okej, për bërë një pauzë shkurt, po kthehemi. Rikthehemi përsëri në edicionin më të ri të emisionit të Akustik Night që realizohet çdo të hënë nga ora 19:30 deri në orën 21. Na ka mbetur diku edhe 19 minuta deri në fund të këtij edicioni. Që do më thonë edhe 4 kong i ka pa i kënduar. Të lutem. Sot nga Melodia PX, Peperifik dhe Frix. Vazhdo. Njami. Halit kush i lan le ent të shtëpia. O zot. Masi babi po gatun. O zot. So shikime, unë jam ma shumë ka fshirja me fshi. Okej. Po. E motra e vogël merret ma shumë me. Okej. Me fshisën. Alida, nga kam betë pak minuta të flasim pak edhe për këtë pjesën tjetër, cilët janë planet e tua në tarmën, po flasë për nga ana profesionale, përveç përfundimit të studimeve i ke përfundu të gjitha, do të thënë ma nuk i dishka. Doktoraturën, po doktoraturën tonë, po ajo. E kam mendu, po akoma nuk e kam një fartime që me thonë me këtë tim, do shkoj. Se kam dëshim e mendu vetë, çfarë mund pëlqen me. Okej, përveç doktoraturës, menon diçka me qenë më aktive, menon për me marrë pjesë në festivale, menon për me u zhvillu si emër, si këngëtare. Deri më tani nuk është që kam pas ndonjë mendim, po ju tregoj drejt që me thanë këtë festival do marr pjesë. Por që nuk e shoh si një jo. Patjetër. Po prapë do shta viteve të ardhshme. Se për viteve të ardhshme, kur është festivali Radio Televizionit të Kosovës është si vjet tetor. Disa muajve të ardhshme thuj jo viteve, dëgjues të dashur, keq kuptim ishte kjo. Okej. Po do të nga që sonë kur i bëj planet i mendoj, do të them që s'ka menduar këtë drejtim, më duhet me mendu, e pastaj edhe aq më tepër që në fillim tregoj që është detajiste, do të thonë edhe ai ka autokritike, kështu që ka goxha problem derisa të vendosme çka me marr pjesë apo jo. Patjetër. Dosh me bota prap si babi për shembull nuk i këshyr me mas çami çitsanave në xhell, edhe ti bonja mos i këshyr vite, këshyr javë. Jo, për shkak se vitet kalojnë, edhe zakonisht nuk është e hishme për me pyet njerin për moshë. Megjithatë kemi një formë tjetër që pavarësisht e di moshën, sa vite del në pension. 65 vjetar. Na kur nuk dalim pension na asnjëherë. Jo. Të gëzim? Ja. Artistat dalin. Po nas kem vakt me dalin pension. Po çfarë po nas kem vakt me dek po lëni. Kështu që vitet shkojnë, edhe më bëna po mbrini moshë ku njerëzit pritojnë të marrë pjesë në festivale ose. Kështu që unë po besoj që prapat pa pas një bazë, një platforme. Nëse kishe marrë pjesë me një festival, kishe pranuar të i komponim prej dikujt tjetër, një tekst për dikujt tjetër, apo thjesht kishe dashur me marrë pjesë me diçka aktorën? Nuk e kam problem ashtu. Çfarë ki për tekste festivaleve që përballë? Hyseni ndërhyj gjatë gjithë kohës, ose fol për fshisa, ose fol për. Çata e kanë lënë çat e kemi lënë si ona, vetëm i gjujt. Po kanë është problem për mendon. Mos ka gjë. Pa i lezeton. Çashtu jam i shkretë shkam më. Okej, cila është kënga e fundit që kemë performuar për sot? Dream Lover nga Dian. Okej, pyetëm me këtë këngë, mandej kthehemi edhe pak minuta na ka mbetur dhe po e mbyllim për sot, ishte kënaqësi deri në këtë moment.
Faleminderit. Because I want, yeah, a girl to call my own. I wanna dream lover so I don't have to dream alone. Yeah, dream lover, where are you? With a love not so true, and a hand that I can hold to feel you near when I grow old. Because I want, yeah, a girl to call my own. I wanna dream lover so I don't have to dream alone. Someday, I don't know how, I hope she'll hear my plea. Some way, I don't know how, she'll bring her love to me. Dream lover, until then I'll go to sleep and I'll dream again. That's the only thing to do till all my lovers' dreams come true. Because I want a girl to call, yeah, my own. I wanna dream lover so I don't have to dream alone. Someday, I don't know how, I hope she'll hear my plea. Some way, I don't know how, she'll bring her love to me. Dream lover, until then I'll go to sleep and I dream again. That's the only thing to do till all my lovers' dreams come true. Because I want a girl to call, yeah, my own. I wanna dream lover so I don't have to dream alone. I want to dream love. Po këngë mirë. Love. Jo, Molko. Super këngë mirë. Edhe super interpretim, faleminderit shumë. Shumë mirë. Wow, sa bukur. Aida ishte kënaqësi që të kishim pjesë edicionit sotëm të emisionit Akustik Night, po shpresojmë që kemi më të pasë edhe erave tjera. Jo me 4 këngë, me 8. Ha? I bje vetëm të këndoj. Si bjan, jo, tutu. Sa shumë kemi folë me Gëzimin. Po, të më dhënë qaqë sa kemi folë me Gëzimin, ti kemi këndu, i bjen edhe 7 Herën tjetër e kemi edhe Hyseni këto. Po thua me, po, edhe Hyseni me gitarë. Po, next time po të njëme. Knasi të ishte. Me bas po, me gitarë shpresoj që mësodër. Po, ele ashtë me letë. I zgjerëm takën për bas. Okej, edhe. Alida, përshëndesim edhe print edhe secilin antoashit i ke përmend sot në të thonë gjatë edicionit më të ri të emisionit të Akustik Night. Po marrë gëzime me të përshëndet edhe në zonë, se u besoj që e ka një pedagogë shumë të mirë. Po, se ata edhe Andrew. Po besoj që ndihem shumë mirë, se për shkak kam dëgjuar që këto pjesë të artit, të muzikat edhe të edukata fizike janë shumë të mësuar. Në momentin se e shohin si orë ma relaksuese. Megjithatë janë tjera na e dim që janë shumë të rëndësishme. Po janë ata armëria e vendit, janë ata sheqeri që po, njami, shumë të mirë. Ja vlen shumë edhe ata mi përshëndet. Faleminderit, shpresoj që do të kemi edhe herave tjera. Faleminderit shumë për ftesën, ishte kënaqësi. Gëzim. A mujte? Shimi. Deri herën tjetër i themi a mujte? Gëzim, jo, për me, faleminderit shumë që është hera e dytë, për neve është respekt edhe është ndërë që të kemi pjesë suar që të kemi këtu brenda studiove. Është mirë që me ty edhe përveç që vjen për mi përkroa dhe artistat edhe mi përsjell, kemi edhe që kam i bisedu për shkak se gjithmonë je aktive dhe gjithmonë sjell projekte të reja, kështu që edhe jashtë emisionit Akustik Night me ty kemi që me folë shumë, kështu që po shpresoj që do të kemi shpesh e shumë a shpesh në studiot e Radio Plus. Faleminderit shumë u kënaqem, si gjithmonë. Jusem, faleminderit edhe ti që ishe pjesë. Mirë se keni ardhur. Falenderojmë shumë. Melodia Pjeksin, Peperifikun dhe Frisin. Takomi javën tjetër. Po, e qa ke puna pikturave për me ditë? Cila piktura?
na bojmë reklam veç momentin kur mu, Halidës, Gzimit ose edhe ty, na bën ka një pikturë tjetër. Po, jo. Ju lojmë të çkaç. Ki harru edhe një reklam apo çasaj pikture që atje se po pëlqen. Kësaj. Po. Unë s'di më fol për piktura. Sa kam më fol për këto. Shumë e Është Hyseni kur tashin me kjo Po, gati. Hyseni me kjo gjata do të thon, ose jo, kjo është ëndër që shkon çaf Hyseni me pa vetë. Me kabriolet. Ai me det. Ai mirë. Falenderojmë shumë më në vart për këto piktura do të thënë se më të zonët më në fund. Edhe ndërkohë që takojmë javën tjetër. Ja. Mbyllëm mo.